Wow! 300, që tash kem dele mëdhaja. Edhe kingja një 220-30. Pa i për 3 dit i kom shit 220. 1 kil maz ban 15 euro, 17 dhe 20. Po ju ndihmojnë qeveria? Po që të shtallë ne ka marru 82.000 euro o kon vlerë. 25 euro është Për krah. në vit, po për krerë. Për shembull i marr 7.500 për shtu edhe në vit. Jemi ardhur në fshatin Studenisë të Istogut, ku kemi ardhur me vizitu një fermë e cila mban dele edhe kingja. Para disa ditësh e ka vizitu familjen Maxhara dhe Ministri Peci, e për ma shumë detaja kena me pyet edhe pronarin rreth suksesit të kësaj ferme. Po në këto kem tradit, shkollore që më thonë bab e babgjysh, e kem tradit. Që shumë vite që 100 vjeta, dhe më thonë, Që 100 vjet merreni me po nështë edhe ma shumë, se tradit atë një shkollore që më thonë bab, babgjysh, stërgjysh. e keni vazhdu traditën. Po kem vazhdu traditën. So dele i keni? 300, që tash kem dele mëdhaja. Edhe kingja një 220-30, 50. Do të thot 500 komplet? Po, diçka për mi. Po në i shesim i rritim, të një shesim për kurbana edhe kusht privat, kusht lypa din. Sa është një kurban me shi? Po 150 dhe 200 që t'ju konë vitin kalum. A i një kanë knoqën me shtu që? Po. Sa i keni shit zakonisht brenda ditës? Po i për 3 dit i kom shit 220. 220? Jo 3 dit, bese si kara 2 dit. Për 2 dit i keni shit 320 kingja. 220. 220. Se i kem nal një 80, i kem nal për marrë, që më thonë për më mishtu. E qumshin e tënve, a e shitni, a jo? Jo na dalim bjeshk e bojmë bilmet. Të një bilmetin e shesim bilmetin. Thuhet që bylmeti ose qumshti i deleve është këgja i shtrajt. I shtrajt është 1 kil maz, ban 15 euro, 17 dhe 20. Po, edhe 20. A ka Është shumë? kvalitet. Dhe më thonë mazë edhe në është kvalitet, adin më i miri bilmet. Se u i bjesh, se dhe qumshtin e kanë të mirë këtu, adin, o të mirë, adin, se e honë vish barin e mirë këtu, edhe bjeshka është e mirë, adin, nërshë bjeshka, adin, se o bari ka lullë, tilifare, ka... Sa është e vështirë me mbaj dele në Kosovë në vitet këte fundit? Nuk o vështirë, se po paguhen, adin, ja vlen. Dhe më thonë, ja vlen, mi majt, ka logaria, adin, mi majt vetë. Apo ju ndihmojnë qeveria? Po që të shtallë, ne ka marru 82.000 euro o kon vlerë. Para do dite edhe Ministri Peci ju ka vizitu. Dillën o kon, para 3 dite, 2 dite, o kon këtu. Në ka vizitu, ajo do i knoqën, na i mit knoqën, që edhe e kem marru, adin mirë, e kem, që shmë thonë, si kem kesh përdor, adin. A është lehtë me majt biznese në Kosovë? Të e di që viteve të fundit shumica e njerëzve po dojnë me ik jashtë vendit. Nuk është zarë heq, se ta shteti për në animon. Para lufte në kem majt dhenë edhe para lufte. O dosh më pagu taks, kur i mishku në bishk, shtetit. E tash shteti tep subvencion, do më thonë të animon. Për në animon tonëve, do më thonë tonëve. Sa po paguajnë subvencione për dele? 25 euro është Për krah. në vit, për krerë. Për shumë i marë 7.500 për shtu edhe në vit. Tu tash u qesim 2 herë në ditë, në 3 sanë, ku të ka nevoje, adin u qesim edhe Kolomba që adin ben të gjisi, thujmë. Në për to i hanë, të një dhe i lëshojmë, tash pi lëshojmë, u qesim nati, i lëshojmë. Të një dhe në prami ju qesim sanë. Për momentin janë vetëm kingja. Po vetëm kingjët, po dele sen, veç ajo se s'ka dele.